الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا الجماعة jemi në prak të ditëve të Dhul-Hijjës, ku besimtarët musliman nga të gjitha vendet e botës kanë marrë rrugën gradualisht tufa për të shkuar në vendet e shenjta të Zotit Gjelle Gjelalu dhe për të kryer ceremonitë e haxhit. Lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që ata që kanë shkuar atje, Allahu t'u aleton. E ajo që ka na përket neve është që në ditët e Dhul-Hijjës edhe neve t'i shfrytëzojmë në vepra të mira, në adhurime, në agjerime vullnetare, në sadaka, dhe maja e tyre është dita e Arafatit, ku Zoti i Madh Xhelle Xhelaluhu liron nga robërit e vet shumë prej tyre, i liron prej mëkateve dhe gjunaheve dhe pasojave të tyre, duke i kurorzuar me lirim nga zjarri i xhenemit. Në vazhdën e haditheve nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, Imam Buhariu ka sjellë një varg lutjesh nga Muhamedi alayhi salatu vesselam për të mësuar neve se si duhet të lutemi. Shumë prej lutjeve kanë të bëjnë me kërkesa për dhënje. Ma jep këtë, ma jep atë, e kështu me radhë. Dhe këso i thojnë lutjet talebije, me dhanë. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam i mëson të sahabët edhe si të luten në kërkimin e mbrojtjes, dhe kjo është lutje. I thojnë isti'adha. Ata e transmeton nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu. Hadithin e radhës se pejgamberi alayhi salatu vesselam thot kana yata'awwadh, ai edhe kërkon të mbrojtje, dhe kjo është lutje. E tani do ta sjell një varg kapitujsh të cilat pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka mësuar ummetin e vet si të kërkojnë mbrojtje. Dunjaja të ndërum xhamat është me marr edhe murujt. Pra mi mort mirat e murujt pit këqijave, që kjo është rezimeja. E pejgamberi alayhi salatu vesselam sikur që lutej, o Allah, ma rregullo fen time, ma rregullo dunjan time dhe më jep përfundim të hajrit. E çka kërkon të mbrojtje? Thot Ebu Hurajra, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu vesselam duke kërkuar mbrojtje për këtyre gjërave. E para prej tyre kana yata'awwadhu wa yaqul, thonte Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga belaja e lodhshme. Ka bela dhe bela, laraman. Nga cila bela ka kërku mbrojtje pejgamberi selam? Nga ajo bela e cila të lodh. Kan thonë dietarët, cila ajo bela e cila të lodh? Është ajo bela e cila kur të vjen ajo sprov, ta harron çdo angazhim tjetër. S'ki mo takat me menu për çdo shka. Apo për shembull sa për njerëzve runa Zot dhe kanë fëmijë të sëmurë, apo dhe fëmia kur sëmuhet ran me kancere të ndryshme, tumore të ndryshme, e ranon prindin. Ai nuk mundet me pa. Ai edhe në shkoft në punë ka me shku me trup. Se kjo belaja e ka lodh, dhe ka bela të lodhshme. Andaj ka thonë alayhi salatu wasallam, o Allah, më ruaj nga belaja e cila lodh. Lodh qatë shumë të lodh sa si ti mo kur gjë tjetër s'në ban. Dhe ka njerëz belaja i prapton, i rrxon, s'ka feqe e ma, s'ka durim, s'ka përmbajtje, dhe i vjen një sprove dhe rrxon. Ka thonë pejgamberi sa Allah ruaj me çfarë belaje. Mos më çdo një belaje që më prapton mua. Ka njeriu thot Imam Baghawiu, unë di njerëz të cilët kanë vdek nga belaja e llafit. Ja ka thonë një llaftron dikush, sa kanë çat fort me e majt, ka vdek. Dhe njerëz vdesin nga belat. Apo Dhe transmetime ndryshme
Thuhet se Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu an është pas vdekjes pejgamberit sallam është tha dhe ka vdek. S'ka mujt, pro gradualisht s'ka mujt, e ka mujt në veti dhe shumë prej ka vdek. Masi ka vdek pejgamberi sallam, Ebu Bekri ka jetu veç 2 vjet. S'ka mujt më me bajt atë jetë ku nuk ka është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe njerëzit janë laraman në përmbajtjen e duas, në përmbajtjen e belas. Andaj çka tha pejgamberi sallam dhe këta do të më bëj dua këtë lutje besimtari. O Allah, mos më ço bela që s'më më e bajt, më lodh. Më angazhon vetëm me çat punë, saqë unë s'mbaj punë tjera. Dhe shejtani pastaj intervenon aty, edhe ta mban fokusin vetëm te ajo bela, që ti mos kish më mundësi me bë vepra tjera. Kjo është e para. Pastaj çka tha? Wa'udhu bika min darakish shaqa. O Allah, tha, kërkoj mbrojtje nga shkallët e ulta të mirimit. Kemi shkallë të larta dhe shkallë të ulta. Arabët shkallëve të larta ju thojnë deregje, darajat. Dhe shkallëve të ulta ju thojnë darakat. Kur i ka përshkujt Allahu hipokritat në Kur'an, çfarë ka thënë? Innal munafiqina fi derki l'esfeli minan nar. Ata janë munafikat në shkallën derk, mat ulta të xhenemit. A për besimtarës që ka thonë darajat, ata janë në altë atje. Një shkronje dallon. Çka tha alayhi salatu wassalam? O Zot, rujëm prej mjerimit. Ama ati mjerimit që më çon të poshtë. Keni pa njerëzit, e kapni depresion, ani anks, ani mërzi, edhe më veç si bunar të boshkon. Ka thonë pejgamberi sa më rujëm o Zot për qësaj. Zdu me shku me mjerim të poshtë. A mjerimi jo i keq, fukaralloko i keq. Ama duhet njëri me bo sabër. Apo depresioni i keq, klodh, ankthi i keq, trishtimi i keq. Ama duhet me bo sabër, duhet me bo durim dhe me kërku mbrojtjet e Allah o Zot. Edhe nësa mbaje qëtu, mbaje qëtu. Shumë për njerëz me mendoj thot, s'ka ku shkon ma tej për belaja. Jo, belaja shkon deri në xhenem. Belaja shkon deri në xhenem. Haj çka keq është atje? Kur gjano kanë bela të kësaj bote, çka është belaja ahiretit? Andaj çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allah rujem nga shkallët e ulta e mjerimit. Pastaj ka tha, wa a'udhu bika min su'il qada. O Allah, më ruaj, tha, nga e keqja e kaderit. Kaderi kiti mirë të Allahi. Ama kur të vjen e tije, të vjen i keq. Apo për Allahin vdekja caktimo. Qatë robin, bol jetoj, bema këtu. Për Zotin a e mirë kjo ka da. Se e merë robin të vetja. Ama vetë në nënën e vetë, vetë e vlavin e vetë, thot, vdiq filani. Për këtë kaderi o i keq, për Allahin a i mirë. Andaj që ka tha alayhi salatu wassalam, o Allah rujem nga kaderi që unë e përjetoj keq. Musë mban me përjetu kaderin keq. Nëse o i kaderi caktimin së në ndryshonti, a mund është me thonë filani mës vdese, o të jethu pës zëndodha jo. Andaj shiko, gjithë të caktimet e Allahut janë të mira, po na shpesh i lexojnë keq. Shpesh i lexojnë keq. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullahu ta'ala, me ta çel Allahi librin tan, çish ta ka shkruajt jetën këtë, kaderin, ta ka shkruajt Zoti. Pse ki lindë sa kimë vdek. Detaj ta ka shkruajt imcina. Me ta çel Zoti librin, edhe me thon çështu kimë pas nesër, çështu kimë pas nesër, çështu mas nesër deri në fund. I kisha thonë Zotit ti edhe une, o Allah kur gjo mos ndrysho, çështu mas mirë ti koka. Se e ka shkruajt Zoti i madh. E ka shkruajt Zoti i madh i gjithdijshmi. Ama na ngutmi e thojna pse ndodhi që kjo, pse ndodhi që ajo. Ka thonë alayhi salatu wassalam, o Allah më ruaj nga kadaja, që ciktimi që mund s'm vjen mirë. Dhe duaja e fundit që ka bërë për mbrojtjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë wa'udhu bika min shamatatil a'da. Ka thonë o Zot, mos i knas armiqt e mi me ngjarjet e mia. Çka ndodh mua mos i ban ata me mu gëzue. Musa alayhi salatu wassalam kur akthipej te biseda Allahu xhel xelaluhu, e ka gjetë popullin e vet të adhuru viçin. Edhe e ka pa Harunin alayhi salam vllavin e vet, të cilin e ka lënë kujdestar të bijtë e Israilit. E ka kap për mjekre dhe ka thonë o vllavi jam, çish ti ka mundësi me milan këto me bo shirk. Ka thonë unë munova minal, unë s'dashta mi përqa, këto s'u mngojshin mua. Andaj pastaj ja tha një fjalë, tha o vllavi jam, mos i ban mu knasht armiqt tu për la unë ti. Armiqt
Shpesh i kënaqin vetë muslimanët. Shekib Arsalan, njeri prej të shquarve të Egjiptit, çfarë thonte? E kam medituar mbi 50 vjet punën e muslimanëve dhe e kam pasë problemi i muslimanëve janë vetë muslimanët. Se problemi i muslimanëve janë vetë muslimanët, se ata vetë i kënaqin armiqtë e tyre. Çka tha alayhi salatu wassalam? O Allah, bani dua, kërkoj mbrojtjen tane, me mua mos të kënaqen armiqtë. Me mua mos kënaqen armiqtë. Besimtarit me duhet me kërku mbrojtje. Sa prej gjërave të ndërum xhamat, njeriu nuk i ban veç mos me gëzuar mikun. Veç mos me gëzuar mikun. E ka prej njerëzve që se kanë ngajla gëzohet armiku, ajo lutim Zotin e Madh që Allahu të na ruan nga çdo e keqe kësaj bote dhe ahiretit. E lutim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala mos na çon bela që s'muna mi dërua. Mos na çon mjerime që na çojnë te poshtë. Mos na çojmë qadha dhe qader që s'kena mundësi me durua dhe e lexojna mbrapsht. Dhe e lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu që në ngjarjet tona dhe veprat tona mos të ketë hise dofrimi dhe gëzimi i armiqve tonë. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë në prag të Dhulhijhes, që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të përjetojmë me ibadete, me adhurime dhe të bëjmë kulmin e kësaj me Kurban Bayramin. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xhelalu kretë atyre haxhilerëve tonë dhe haxhilerëve të dunjas besimtar që kanë marrë rrugën për në haxh, Allahu t'ia leton ya rabbel alamin. E gjithë atyre vëllezërve tonë dhe motrave tona dhe nanave tona që s'kan pas mundësi në këtë vit me shku në haxh, Allahu t'ia bën nasip për vitet e ardhshme ya rabbel alamin. E lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu që Allahu subhanahu wa taala t'i përmirëson karakteret tona, t'i përmirëson sjelljet tona, të përmirëson fen ton, ta përmirëson dunjan ton. Na lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na bën prej besimtarëve që Allahu i pranon tek ai. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu t'i fal gjunaat tona, t'i fal gabimet e tona, t'i fal kusuret e tona, dhe kur t'na vjen momenti i fundit me dorëzu shpirtin ton, t'ja japna Allahu shpirtin me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل سوء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا وعليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في الدنيا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة الفجرة الفسقة. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. اللهم اضرب المجرمين بالمجرمين. اللهم اضرب المنافقين بالمنافقين يا رب العالمين. اللهم نجنا ونجي المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم من كان في الحروب وفي السجن وفي الضيق فافرج عنه يا رب العالمين. اللهم اجبر كسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم من كان قاصدا للحج فيسر له يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تميتنا مسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.